Kujdestarët shpesh luajnë një rol vendimtar në jetën e familjeve që ata mbështesin. Anita i kushtoi 12 vjet të jetës së saj për të kujdesur për Rogerin vetëm për të përballur me sekretin e tij të piste të vogël, pak çaste para vdekjes së tij. Anita ishte një vajzë e ëmbël dhe e kujdesshme që u rrit në një shtëpi kujdesi. Asaj i thanë se nëna e saj kishte vdekur menjëherë pas lindjes, ndërsa identiteti i babait të saj mbahej sekret. Nëna birësuese që u kujdes për të gjatë gjithë jetës së saj ishte një grua e mirë që u sigurua që Anita të mos qetësohej kurrë për asgjë. Në moshën 15 vjeçare, edhe pse ajo përpiqej të merrte më shumë informacione për babain e saj biologjik, nëna e saj kujdestare ishte një mike ngushtë personale nënës së saj, por kishte shumë pak informacione për të ndarë. Kërkimi nuk rezultoi suksesshëm dhe Anita vendosi të hiqte dorë. Pasi mbaroi shkollën, Anita donte të bëjë infermiere. Fatkeqësisht nuk kishte para që të shkonte të studionte në një universitet të vërtet. Megjithatë, një e njohur i mamasë së saj ishte në fund të 50-jetave, dhe dalgadal po verbohej. I duhej një kujdestar me orar të plotë. Nëse Anita mund të merrte atë punë, ajo mund të siguronte karrierën e saj dhe madje i lejoi asaj të kursente disa para për të shkuar një ditë në një shkollë infermierie. Kur Anita takoi Rogerin, i pëlqeu menjëherë plaku. Ai kishte një zemër të dhemshur dhe gjithashtu historitë më interesante për të treguar. Një lidhje fortë filloi të krijohej mes të dyve në një kohë shumë të shkurtër. Anita u emërua si kujdestare me orar të plotë, që do të thotë se Roger përgatiti një dhomë në rezidencën e tij që ajo të qëndronte. Ashtu si shumica e rrethanave kishte disa aspekte negative të punës. Dy fëmijët e Roger nuk e trajtonin Anitën me respekt. Fakti që ajo nuk kishte një diplom kolegji ose ndonjë formë tjetër formimi formal, disi i bëri ata të mendonin se ishin thjesht superior ndaj saj. Njëherë, Anita dëgjoi të bijën Sally të fliste ashpër babait të saj për shumën e parave që ai po i paguante Anitës për të kujdesur për të. Djali Stefan kishte zakon ta fyente Anitën, nëse ajo nuk shpejtonte për t'i shërbyer atij kur ai disa herë vizitoi baban e tij. Megjithse Roger nuk i tha kurrë asgjë Anitës, ishte i qartë se dy fëmijët e tij biologjik tregonin pak respekt ose dashuri ndaj babait të tyre. Roger kishte ndërtuar një perandori shumë të fortë financiare gjatë viteve dhe të dy punonin për kompaninë e tij, por kishin më shumë të drejta se sa ishin mirënjohës. Një nga gjërat e para që Anita zbuloi në rezidencë ishte një bibliotekë e gjerë, e mbushur me të gjitha llojet e librave. Kur Roger e kuptoi interesin që Anita kishte për të lexuar, ai kërkoi që ajo t'i lexonte çdo natë para gjumit. Të dy do të kalonin orë të tëra përpara oxhakut, ndërsa zëri i butë i Anitës date historisë që ende e bënin Rogerin të ndihej i gjallë. Roger e ndonte Anitën si vajzën e tij. Nga ana tjetër, Anita nuk kishte pasur kurrë baba dhe tani ajo po përjetonte mençurinë dhe udhëzimet nga një burr që e trajtonte me respekt dhe gjithmonë e motivonte të ndiqte ëndrat e saj. Gruaja e Rogerit kishte vdekur shumë vite më parë, dhe ai nuk ishte martuar më kurrë. Ajo ishte një nga fushat e jetës së tij për të cilën fliste rrallë. Vetëm një herë në një moment të pambrojtur, ai përmendi dashurinë për një vajzë me të cilën nuk ishte mundur të martohej. Më pas nuk foli kurrë më për këto tema. Megjithse Sally dhe Stefan e kuptuan se Anita do të qëndronte gjatë, ata kurrë nuk e pranuan me të vërtetë praninë e saj në shtëpi, ose nuk e vlerësuan kurrë punën që ajo bënte për baban e tyre. 2 vjet pasi ajo filloi të kujdese për të, Roger u verbua plotësisht. Ai gjithashtu zhvilloi probleme shtesë mjekësore që i ngarkuan asaj një përgjegjësi të madhe. Roger kishte disa sekrete që Anita nuk i dinte. Asaj u kërkua të largohej nga dhoma kur menaxheri i biznesit të tij do të vinte për të diskutuar pasurinë e tij, dhe më pas kishte edhe 2 raste kur nëna kujdestare e Anitës erdhi për të vizituar Rogerin dhe nga larg ajo vëriti një lloj argumenti të ashpër. Kur ajo pyeti se çfarë ishte puna, ata të dy mbyllën gojën. 2 vjet kujdes për një të verbër shpejt u bën 5 dhe më pas 10. Ndërkohë Anita kishte takuar një djalë të ri të quajtur Bobby, megjithse donte të martohej me të, ajo po luftonte me ndjenjat e saj të fajt ndaj Rogerit. Ajo e dinte që koha e Rogerit në këtë kohë po mbaronte dhe donte të qëndronte pranë tij deri në ditën që ai do të vdiste. Në mëngjesin e ditëlindjes së saj të 30, Anita u befasua shumë kur pa Sallyn dhe Stefan të pranishëm në tavolinën e mëngjesit. Ajo u ndje pak jo rehat dhe u përpoq të lehtësonte tensionin, duke filluar të gatuante mëngjesin, por Roger e ndaloi. Ai kërkoi të ulej, pasi kishte diçka të rëndësishme për të diskutuar.
Kur ajo ul pranë Rogerit, Stefan e pyeti baban e tij: "Pse lejon shërbëtorën të ulet në të njëjtën tryezë me ne?" Për herë të parë në jetën e saj, Anita pa një nivel zemërimi në sytë e Rogerit që e trëmbi atë. Ai tha djalit të tij se nëse ai do të fliste edhe një herë për Anitën si shërbëtore, ose do t'i tregonte përsëri ndonjë mungesë respekti, ai do ta mahonte nga birësimi. Kishte shumë tension rreth tavolinës së kuzhinës. Stefan nuk bëi kuq dhe duke sikur donte të largohej, por diçka në sjelljen e babait të bëri të ulej dhe të mbyllte gojën. Selli vetëm kafshoi buzën dhe ul aty në heshtje. Pastaj Roger vazhdoi: "Anita, ti e kujdesur aq mirë për mua gjatë viteve të fundit. Unë nuk mund të kisha kërkuar asgjë më shumë. Ti ishe shumë më tepër mike se sa infermiere. Në fakt ti u kujdese për mua si vajza ime." Në atë moment Selli doli me furtu nga dhoma e ndjekur nga Stefan, derisa ata dolën shpejt nga shtëpia, u takuan me avokatën e Rogerit që ishte gjatë rrugës për në shtëpi. Atë mëngjes, Roger i tha Anitës se do t'i linte asaj pasurinë e tij, dhe se avokati i tij kishte hartuar tashmë dokumentacionin zyrtar. Ai u sigurua që fëmijët e tij të mos kishin rrugë ligjore për të kontestuar, si dhe i dha asaj informacionin për një llogari në një bankë që ai kishte hapur në emër të saj, që ditën që ajo filloi të punonte për të, dhe tani përmbante shumën e konsiderueshme të parave. Anita e dinte gjithmonë se Roger ishte një lloj milioneri, po kur nuk ishte qëllim që të përpiqej të shtrembëronte ndonjë para prej tij. Puna e saj e infermieres ishte e ndershme dhe ajo përpoq të refuzonte çdo dhuratë shtesë. Por Roger foli përsëri: "Anita, unë të premtoj se e meriton plotësisht atë që po të jap sot. Asgjë nuk do të më bënte më të lumtur se sa të firmosësh dokumentat dhe ta pranosh këtë dhuratë sot. Pavarësisht gjitha ilaçeve, duke sikur nuk do t'ja dilte." Selli dhe Stefan nuk erdhën kurrë, pavarësisht se Anita i nxiti të vinin për t'u thënë lam të mirë. Megjithatë, nëna birësuese e Anitës i bëri një vizitë. Kur mbërriti Roger, kërkoi që të dyja të uleshin pranë shtratit të tij. Pikërisht atëherë ai zbuloi një sekret që e la Anitën krejtësisht të ndrojtur. Në harkun kohor të një muaji, ajo përballë me 2 sekrete që ia ndryshuan jetën, duke sikur nëna e saj birësuese e kishte njohur gjithmonë, të paktën njërin prej prindërve të saj, por nuk ishte lejuar ta zbulonte atë. "Të lutem më fal që nuk të kam thënë kurrë që jam baba yt. Kur të njoha pata frikë se po ta merrje vesh se kush isha, të ikje nga unë. Kam humbur 18 vjet nga jeta jote dhe me egoizëm doja të kisha pranë për pjesën e fundit. Këto 12 vite kanë qenë periudha më e mirë e jetës time. Nuk munda të martohesha me nënën tënde sepse isha i martuar tashmë kur ajo ngele shtatzën. Më vjen shumë keq. Nuk e dija se ku ishe derisa të gjeta pasi mbarove shkollën. E bëra mamin kujdesare të premtonte se nuk do ta zbulonte sekretin tim." Me lot në sy dhe e tronditur, Anita takoi për herë të parë baban e saj dhe i dha lamtumirën e fundit brenda pak orësh. Kur Roger vdiq, Anita ishte mirënjohëse që kishte pasur vërtet 12 vite shumë të veçanta me njeriu që ishte ndjer gjithmonë si baba, dhe në fund ishte vërtet i vetmi baba që ajo kishte ndjer si të tillë. Si do të kishit reaguar po të ishit në vendin e Anitës? A mendoni se Roger duhet i kishte thënë asaj të vërtetën me një herë? Na tregoni në komentet më poshtë. Faleminderit për shikimin dhe dëgjohemi herën tjetër.